me Selin që po flisë dhe që thë, më mendoj që mirë me bashkërën e tjetër. Reagimi në klip ishe imi. Dhe është prerë aty, se e kuptoj. Se tash do rrim të regojmë një orë bisedë aty. Dhe i kam thënë unë, Selin, thëshumë, po gabon, thëshumë, e mënyrën e të shprehur, thëshumë. Jo, thë Selin, thë, kam menduar, mos e mendo fare, thëshumë. Se është gjithës të takon, thëshumë. E prerë. Ju Ela, jo e kam thënë unë. Selini, moj goce, isha dhe unë aty. Se hajde në një situatë ku nuk ka qenë një tret dhe është fjala jote kundër timës. Po kur deli Ore ishte ta tha ky Robi. Unë nuk dua ta flas në tavolinë tjetër, por unë ja kam thënë gjithë mendimet e mia ju Elës për qasjen e saj. Kështu që ne tani nuk unë ju Elës ja thash prapë se prapë. I thash gocës, ja kam thënë përpara se të ndodhshin këto gjërat. Më ka konfirmuar po të njëjtin mendim mua që kam pasur, nuk është se më ka ndryshuar shumë. Është e vërteta. Me thonë të vërtetën fare. Unë jam i bindur sikur ta kem parë vetë që jashtë Juela është pozicionuar. Nuk ka ishe një këtë termi lojtari, jenë njëri këtë brënda. Lojtari edhe mbrëm të Pandora mund të vërteton të ajo. Fut aty të preferuarit. Jo, me shumë e thjeshtë. Atyre, Kero Gerlin, po, do të kuptoshti? Ku është gjëja? Njëri, Selin, Mateo. Po, këte pra thash edhe unë, fut preferuarit. Miro pafshë, dhe shiko, testa. Ore nuk e ka bërë se në të mbron të Roberti, nuk e dhe si kur të dilte fiton ajo, e vazhon ajo luftën. Jo, po nuk e bënde. Jo, po do ndryshon. Po nuk bën vetëm, kjo është ndryshe. Nëse s'bën vetën, atë nuk mund të fiton një person që s'bën dot vetëm. Po jo ma që të fitoj. Ky djali. Ky s'm ka thënë asnjëherë mua ik. Shko atje ka ai. Kur? Shko ke filare, shko ke asun pon, ta kam thënë që në herë. As kam thënë ty. Fal. Dëgjoj me thënë drejtën. Tash nuk pusho. Po lër hapësirë. Me thënë drejtën asun nuk është se kam thënë ndonjëherë në jo po ti o s'ka. Ti e ma bet tjetër ti. Ti lërë. Ti futi qeshme dhe Ti lërë. Tani me ty nuk diskutojmë për punë Big Brother, ka marrur në atë drejtë. I kam bërë bisedat e mia me ty. Nga 75 euro nuk i bërë. Po do iku me brirë. O Gre, themi gjë kështu me... Themi gjë nga zemra, po lidhë me shpinë. Po. Ndoshta tani është e kodë dhe vonë. Po ande nga Selin nuk u bë kur një vend për ty. Selin s'ka bërë një vend për mua. Këtu brenda kësaj shtëpie, brenda kësaj... Do ta kishe bërë ti. Jo, se ka bërë të Selin kur një vend. Selini për këtë? Për Gretën, i kam pasur një ditë këtu në shtëpi, afër Gretës vëllezër. Tash Selin për Gretën është një varg që sa herë lirohet një vend, hypë një gjë gjithnjë më pak e rëndësishme se Greta. Dhe kjo në ton brava asaj varge, me mishën e shpirt, me hyp aty lart. Dhe nuk e gjeti kur këtë vendin të bëni. Kur. Po të kishte qenë transparente, të kishte bërë sfidën e saj, e të mbante fort qëndrimin që i takonte përballë Selinit, fort, do kishte patur nga unë më shumë... Ajo më ka kërku falje mua për ato që ka bërë, kupton? Si e kam dëgjuar llafin Gretës, ajo më ka kërkuar falje. Po, Greta, po. Tani unë s'kam luft me... Nuk e bëj do, ta kupton. Po kjo pra është. Po nuk bëj tani do të luft, ja erdhi momenti që... Qofse është një moment që duhet debatojmë, ose kur ka mendimin tim, po tani kapë mund me Selin si që kapë me Juelën, ose tjetë Jo, nuk ka lidhje me atë, jo nuk ka lidhje me kapin. Ka lidhje me shprehjen e një qëndrimi, mos e bëj ti diskutimin e thellë, e fort, ordiner të shëmtuar, si që bëjnë, se ato e kemi në dorë. Ato e kemi në dorë. Në njëre provokojmë një diskutim të tillë? Në njëre